الدين رأس المال فاستمسك به فضياعه من أعظم الخسران. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. Sado që arrin gradat larta në fenë tënde, të devotshmërinë tënde ndaj Allahut subhanahu wa taala, në dijen tënde rreth fesë, sado që njerëzit të duan, sado që përhapet fama jote në mesin e njerëzve, prap ki kujdes dhe mos e lavdro veten. Ki kujdes dhe mos u mbor para tjerëve, mos u mbaj me të madh para tjerëve. Mos e fryj veten tënde, mos e rrit veten tënde. Sepse zakonisht një gjë e tillë është fatale dhe shkatruese për ty. Dhe kjo është prej lavdrimit vetes dhe pastrimit vetes, gjë nga e cila na ka ndaluar Allahu subhanahu wa taala. Allahu thot në surën An-Najm: Inna rabbaka wasi'ul maghfira. Vërtet se Zoti yt është i gjerë në faljen e tij. Huwa a'lamu bikum idh ansha'akum min al-ard. Ai e di më së miri për ju dhe gjendjen e juaj kur e filloi krijimin tuaj nga toka, nga balta. Wa idh antum ajinnatun fi butuni ummahatikum. Dhe kur ju ishit ende embriona dhe fetusa në barqet e nënave tuaja. Fala tuzakku anfusakum. Andaj mos e pastroni dhe mos e lavdroni veten tuaj. Por po tregon Allah se nuk ka nevojë për një gjë të tillë, sepse huwa a'lamu biman ittaqa. Allahu di më së miri se kush është ai i cili e ka frikë Allahun më shumë. Por po thot Allahu fala tuzakku anfusakum. Mos e pastroni veten tuaj, mos e lavdroni veten tuaj. Pra mos u shfaqni para njerëzve se keni shpirt të pastër dhe zemra të mira dhe jeni vepër mirë. Dhe me këtë pastaj ta lavdroni veten dhe të mburreni para tjerëve. Huwa a'lamu biman ittaqa, sepse Allahu di më së miri se cili prej jush e ka frikë më shumë te atë. Pra devotshmëria, frika prej Allahu subhanahu wa taala realisht është në zemër. Siç tregonte për këtë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: At-taqwa ha huna, devotshmëria është këtu dhe bën të më shajnë drejt zemrës gjoksit të tij. Pra Allahu është i vetmi i cili e di realisht gjendjen tënde, atë çfarë mban ti në zemrën tënde, në shpirtin tënd. Dhe pastaj ai të shpërblen apo të merr në llogari varësisht prej asaj që e ke në zemër. Ndërsa njerëzit, ata shikojnë vetëm anën tënde të jashtme dhe mashtrohen me anën tënde të jashtme, me veprimet e tua të jashtme, ndërkohë që një gjë e tillë nuk sjell kurfar dobi për Allahu subhanahu wa taala. Dhe përfundimi i kësaj kur ti e lavdron veten, mbash me të madh para tjerëve, e pastron veten tënde para syve të njerëzve, është vetpëlqimi dhe mashtrimi me veprat e tua, dhe kjo ta shkatron sinqeritetin, ikhlasin ndaj Allahu subhanahu wa taala. Për këtë arsye, ajo çfarë shkon për shtati besimtarit mirëfillt, është që ai ta pastroj zemrën e tij, njetin e tij, të ketë sinqeritet ndaj Allahu subhanahu wa taala, dhe ta urrej lavdatën dhe ta urrej lavdrimin që njerëzit ja bëjnë, dhe pashtu ta urrej edhe lavdatën e vetes, në mënyrë që të mos bie në haram dhe në gjëra që i ka ndaluar Allahu subhanahu wa taala, dhe si pasojë e saj ti shkatrohen veprat e mira Allahun e ruaj. Nëse e shfletojmë biografinë e brezave të parë të Islamit, vrejmë se si ata, pra si muslimanët më të mirë, më të zgjedhur nga Allahu subhanahu wa taala, e urrejnin fort që ta lavdronin veten apo që dikush t'i lavdronte në prezencën e tyre. Përcillet se dikush i tha Sulejman at-Taymit rahimahullah: Anta man mithlek, kush është si ti? Pra lavdronte ndijen e tij, devotshmërinë e tij ndaj Allahu subhanahu wa taala. Mirpo ai e çortoi dhe i tha: La taqulu hakadha, mos thoni kështu. La adri ma yabdu li min rabbi azza wa jall, sepse unë nuk e di se me çfarë do të përballem kur dal para Allahu subhanahu wa taala, para Zotit tim. Thot sami'tu Allah ta'ala yaqul, kam dëgjuar Allahun duke thënë Kur'an: wa badalahum min Allahi ma lam yakunu yahtasibun. Dhe atyre në ditën e kiametit do të shfaqen gjëra nga Allahu subhanahu wa taala, gjë që nuk e kanë menduar fare se do të përballen me ato gjëra. Po ashtu përcillet se Rabi' ibn Khuthaym rahimahullah i tha djalit e tij: la yaghurrannaka kathratu thana'i an-nasi min nafsik. Mos lejo të mashtrohesh nga lavdatat e njerëzve që ata t'i bëjnë ty. Po ashtu përcillet nga Al-Mutarrif rahimahullah të këtë thënë: ma madahani ahadun qattu illa tasagharat alayya nafsi. Sa herë që dikush më lavdronte dhe më ngritte lart me lavdatat e tij, thot illa tasagharat alayya nafsi. Veç se kjo më shkaktonte që veten time ta nënçmoja edhe më shumë dhe vetja ime të më dukej më e pavlerë. Po ashtu i thënë Rabah al-Qaisi rahimahullah: ma alladhi yufsidu ala al-ummali a'malahum. Çfarë është ajo që atyre që bëjnë punë të mira u aprish punë të mira? Ai tha: hamdu nafs wa nisyanu ni'am,
kur ata e lavdrojnë veten, wa nisyanu ni'am, dhe I harrojnë begatit e Allahu subhanahu wa ta'ala. Andaj ne e lusim Allahun subhanahu wa ta'ala t'i përmirësojnë jetët tona, t'i pastrojnë jetët tona, t'i pastrojnë shpirtat tanë. E lusim Allahun subhanahu wa ta'ala që në veprat që I bëjmë për të mos këtë hise askush tjetër përveç Allahu subhanahu wa ta'ala. Sallallahu wa sallama ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.